Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi sot në fillimin e një lënde të re që do të trajtojmë, që do të jetë lënda e historisë inshallah, lëndë të cilën e kemi ndarë në disa pjesë më të vogla, dhe secila prej pjesëve përbërëse do të jetë e organizuar me një seri librash, të cilët do të merren dhe do të përkthehen. E para e këtyre serive është kjo që po nisim sot, dhe libri që kemi marrë si referencë është libri që ju shikoni. Ky libër titullohet Qissatu Bad'il Khalq wa Khalqi Adem alayhi salam, që do thot historia e fillimit të krijimit, dhe nuk kupton krijimin e universit dhe të gjithë botës, dhe krijimi i Ademit alayhi salam, i cili konsiderohet sipas besimit të muslimanëve si njeriu i parë që ka ekzistuar në botë. Madje mund të them që në këtë gjë ka dakordsi edhe së bashku me të krishterët dhe xifutët. Ndërkohë libri është pjesë e një serie pak më të gjerë, e cila titullohet në arabisht Nash'atul Hadaratil Insaniya wa Qadatuha al-'idham, që do të thotë, e kemi përkthyer në shqip, lindja e shoqërisë njerëzore dhe udhëheqësit e saj madhështor. Autori i librit quhet Ali Muhammad Sallabi. Ky është vëllimi i parë nga 6 vëllime që ka kjo si seri. Shtëpia botuese quhet Darul Asala dhe përkthimi ka filluar në nëntor të vitit 2025. Përpara se të kalojmë te hyrja që ka trajtuar autori, dëshirojmë të themi që ky është një nga autorët më të mëdhenj, nëse jo më i madhi, nga të gjithë bashkohorët të cilët kanë trajtuar tema historike, qoftë me shkrim ose gojarisht, me audio apo me video. Është nga Libia me origjinë, ka shkruar shumë libra në fushën e historisë, ka jetuar për një farë kohë në Arabi Saudite, ku ka kryer studimet në Universitetin Islamik të Medinës në lëndën e Davetit. Më pas ka studiuar në Sudan në nivelin e magjistraturës dhe të doktoraturës, mbas nivelit të bachelorit ka vazhduar me specializimin e tij në fushën e historisë. Dhe opinioni im personal është që nuk njoh autor të mirë në fushën e historisë sesa ky që kemi marrë si referencë. Dhe këtë autor e kemi marrë referencë jo vetëm për këtë seri që po trajtojmë tani, por edhe për disa seri të tjera, të cilat do t'i prezantojmë me kalimin e kohës inshallah. Pa humbur kohë, kalojmë tek fjala e autorit ku thot: Muqaddima innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hyrje: me të vërtet falënderimi i takon Allahut. E lavdërojmë atë, kërkojmë ndihmë prej tij, kërkojmë falje prej tij, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga të këqijat e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që ai e humb nuk ka kush mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një të vetëm pa ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Kjo është edhe hapja e ligjëratave të ditës së premte nga ana e hoxhallarëve në Islam, dhe më pas vazhdojnë disa ajete kuranore. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, ruajuni Allahut ashtu siç i takon atij dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë musliman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, ruajuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi për një njeriu të vetëm, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej tyre shpërndau shumë burra dhe gra. Dhe ruajuni Allahut me emrin e të cilit i kërkoni gjëra njëri tjetrit, dhe ruani lidhjet farefisnore, me të vërtetë Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju që keni besuar, ruajuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Ai do t'i përmirësojë veprat tuaja dhe do t'ju falë gjunahet tuaja. Dhe kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë ka arritur një shpëtim ose një fitore të madhe. Më pas vazhdon autori dhe thotë: Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-rida. O Allah, ty të takon falënderimi ashtu siç i përshtatet madhështisë së fytyrës tënde dhe madhërisë së pushtetit tënd. Ty të takon falënderimi derisa të jesh i kënaqur, ty të takon falënderimi kur kënaqesh, dhe ty të takon falënderimi pasi je kënaqur. Më pas thot autori, këto janë mënyra të ndryshme lavdërimi që bëhen për Zotin e botëve në gjuhën arabe, të cilat janë dhe pjesë e traditës profetike. Amma ba'd, kuntu wa la ziltu ahlamu bi injaz mawsu'a ulil azmi min ar-rusul wa dhalika qabla ar-rahil an hadhihi ad-dar وللانتقال إلى عالم البرزخ والقدوم على الله عز وجل. Pas kësaj, kam qenë dhe vazhdoj të jem ëndërrimtar për realizimin e enciklopedisë Ulul Azm prej të dërguarve. Ulul Azm quhen të dërguarit me vendosmëri të palëkundur, më të mirët prej së cilëve kanë qenë 5. Pra më të mirët prej të gjithë të dërguarve kanë qenë 5. Këta të 5 janë emërtuar Ulul Azm, pra ata që kanë vendosmërinë më të madhe, dhe këta të 5 i ka trajtuar autori në këtë seri libërsh të cilën ne po trajtojmë. Thot autori në paragrafin e radhës: وقد بدأت دراسة موسعة منذ زمن طويل وصدرت أجزاء منها ويسر الكريم لي عليه السلام ومن سبحانه وتعالى بإنجاز ميلاد الموسوعة كاملة. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يوفقني ويسددني من لدنه سبحانه وتعالى بالبحث والمعرفة للعودة إلى المرحلة التي سبقت قصة نوح للتعارف على جذور الحضارة الإنسانية الأولى وقصة الخلق وآدم عليه السلام. ومع أن آدم عليه السلام ليس من أولي العزم لكن أولي العزم هم أولاده الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. Unë kam filluar një studim të gjerë, thot autori, që prej shumë kohësh dhe pjesë prej tij janë botuar. I mëshirshmi, paqja qoftë mbi të, ma ka lehtësuar këtë punë i lartësuari, ka për qëllim që ka nisur këtë punë me biografinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe më pas ka kaluar tek pjesët e tjera të serisë, ndonse ato janë radhitur për nga aspekti kronologjisë përpara kësaj, përpara biografisë profetike. Dhe thot, ma ka lehtësuar këtë punë i lartësuar i madhëruar, më ka dhënë mirësinë për të përfunduar lindjen e enciklopedisë së plotë. I lutem Allahut të lartësuar dhe të fuqishëm që ta bëj këtë vepër të pastër për hir të fytyrës së tij të nderuar, që të sjellë dobi dhe të më udhëzojë dhe forcojë prej tij në kërkimin dhe njohjen për të kthyer në fazën që i parapriu historisë së Nuhut, për të njohur rrënjët e qytetërimit të parë njerëzor dhe historinë e krijimit të Ademit alayhis salam,
Dhe megjithse Ademi nuk është prej të dërguarve të vendosur, pra ulul azm, por të dërguarit e vendosur janë 5 bijtë e tij, Nuhu, Ibrahimi, Musa dhe Muhamedi, vula e profetëve dhe të dërguarve, paqja qoftë mbi ta. Pra ka trajtuar autori në këtë seri, përveç këtyre të 5-ve që janë elita e gjithë njerëzimit, ka trajtuar edhe historinë e Ademit alayhis salam, i cili është babai i gjithë njerëzimit. Pra ka parë të arsyeshme ta trajtoj për shkak të rëndësisë që ka fillimi i krijimit në historinë e gjithë botës. Më pas thot: "Wa inni ahmadullaha azza wa jall an hadani lil ihtimam bi hadha al meydan al ma'rifi al aziz fi rihab suwar al Quran al Karim wa ayatih wa amaddani bil himma wal azima was sabr wal mutaba'a في البحث والوصول إلى حقائق ما كنت لأعلمها لولا فضل الله وتوفيقه وكنت كل يوم أكتشف جهلي وقصور علمي وكذلك حسرتي على السنوات التي ضاعت في غير محلها من العلوم النافعة وتبين لي أن خير الأوقات هي تلك التي تقضى في تعلم العلم والمعرفة الهادفة التي تستمد معناها من القرآن واستقصاء سير الأنبياء والمرسلين عليهم السلام." Thot autori, unë falenderoj Allahun e madhëruar që më udhëzoi të merrem me këtë fushë të çmuar të dijes në hapësirën e sureve dhe ajeteve të Kuranit fisnik. Ai më furnizoi me vullnet, vendosmëri, durim dhe vazhdimësi në kërkim dhe në arritjen e të vërtetave që nuk do t'i kisha arritur po të mos ishte mirësia dhe ndihma e Allahut. Çdo ditë zbuloja padijen dhe mangësitë e mia, si dhe keqardhjen time për vitet që humbën në dije që nuk ishin në vendin e tyre. Më bëhej i qartë se koha më e vlefshme është ajo që shpenzohet në mësimet e dijes dhe njohurive të dobishme, të cilat e marrin kuptimin nga Kurani dhe nga hulumtimi i jetëve të profetëve dhe të dërguarve alayhimus salam. Kanat rihlatan mati'a wa nafi'a qasadtu min qisasiha qissat al-khalq wa Adam alayhi salam واكتشاف معالم جديدة بالنسبة لي من حقائق القرآن الكريم والتفسير الموضوعي للآيات القرآنية. وقد قيدت في هذه الدراسة بأقوال علماء التفسير والفقه الكبار وأعمدة التاريخ ممن ساهموا في إثراء المكتبة الإنسانية والإسلامية بهذه العلوم، وانتهجت منهجا اعتمدت فيه على الآيات القرآنية وتفسيرها المتنوعة وأقوال العلماء فيها مع الابتعاد عن الكلمات الغامضة التي يصعب فهمها ما استطعت، مخاطبا أبناء عصري بلغتهم وأسلوبهم محترما منطقهم وعقولهم ومحركا لقواهم الروحية والوجدانية والنفسية وطاقاتهم الكامنة من خلال البراهين الناطقة والأدلة الدامغة التي جاء بها الذكر الحكيم. Thot autori, ishte një udhëtim i këndshëm dhe i dobishëm, nga tregimet e të cilit synova tregimin e krijimit dhe të Ademit alayhis salam dhe zbulimin e shenjave të reja për mua nga të vërtetat e Kuranit fisnik dhe nga interpretimi tematik i ajeteve kuranore. Në këtë studim u mbështeta në thënjet e dietarëve të mëdhenj të tefsirit dhe jurisprudencës, domethënë fikhut, si dhe në autoritetet më të rëndësishme të historisë, të cilët kontribuan në pasurimin e bibliotekës njerëzore dhe islame me këto dituri. Ndoqa një metodë që u mbështet në ajetet kuranore dhe në interpretimet e tyre të ndryshme, si dhe në thënjet e dietarëve për to, duke u larguar sa më shumë nga fjalët e ndërlikuara dhe që vështirë kuptohen. Sa munda ju drejtova njerëzve të kohës time me gjuhën dhe stilin e tyre, duke respektuar arsyen dhe logjikën e tyre dhe duke lëvizur forcat e tyre shpirtërore, emocionale,
psikologjike dhe aftësitë e tyre të fshehura, përmes argumentave të qarta dhe provave bindëse që sjell libri i urtë, domethënë Kurani. Ky paragraf na tregon që autori është përpjekur në maksimumin e mundësive të veta që neve të na e thjeshtoj çështjen dhe të na ofrojë atë gjë që ne mund ta kuptojmë më së miri. Pra, atë që ne do ta kishim të vështirë ta kuptonim nëse do t'i referoheshim në mënyrë të drejtpërdrejtë gjuhës së dietarëve të vjetër, ai na e ka bërë të kollajshme duke na e sjellë me gjuhën e jetës së përditshme që përdoret në kohën tonë. Dhe kjo bën një diferencë shumë të madhe, por këtë e kupton ai që i hyn studimeve me themel. Pra diferenca midis dy mënyrave të folurit është vendimtare për shumë gjëra. Për këtë arsye ne duhet ja dim përnder autorit që është përpjekur kaq shumë dhe është lodhur dhe ka sakrifikuar që ne ta kemi sa më të qartë historinë dhe dobitë që nxiren prej saj. Dhe po ashtu, kjo tregon për kalibrin e tij të lartë si dietar dhe për mirënjohjen që meriton nga ana jonë. Ndër të tjera, ky autor është pjesë e Unionit Botror të Dietarëve të Muslimanëve, një organizatë mbarbotrore që mbledh njerëz të dijes nga të gjitha vendet e botës islame dhe më gjerë, dhe që jep kontributin e vet për çështje të ndryshme të cilat janë në dobi të muslimanëve anë mban botës. Kjo po ashtu i shton autorit pikë të tjera përveç pikëve që ai fiton tek ne nëpërmjet këtyre enciklopedive që na sjell. Dhe po ashtu lënda e historisë në veçanti, duke qenë se është një lëndë që i shërben të gjithëve, qoftë muslimanëve dhe jo muslimanëve, është e tillë që këto libra që shkruhen i bëjnë dobi njerëzimit në përgjithësi dhe jo vetëm një pjesë të njerëzimit. Ashtu siç edhe neve muslimanëve na bëjnë dobi libra të shkruar nga autorë të cilët nuk janë të feston, por që trajtojnë një pjesë të historisë në gjuhën e tyre, në traditat e popullit të tyre dhe në mënyrën e tyre, ama pasurohet edhe njohuria jonë nëpërmjet atij shkrimi. Të njëjtën gjë përpiqet të bëjë edhe autori me librin që po trajtojmë dhe me ato rreth 60 libra që ai ka shkruar deri tani rreth kësaj fushë. Më pas, këtu dëshiroj të theksoj gjithashtu që një pjesë e librave të këtij autori kanë ardhur tashmë në gjuhën shqipe në formën e tyre të botuar me shkrim, një pjesë tjetër mendohet që do të vinë në të ardhmen. Ne po marrim përsipër që t'i sjellim edhe në formatin video dhe t'i përhapim në formë digjitale në kufi të mundësive tona në të gjitha rrjetet dhe marrim përsipër inshallah që këtë gjë ta bëjmë me të gjithë librat e këtij autori, gjithë ato që ne do të na bien në përduar, sepse e meritojnë që të përhapen në të gjitha gjuhët. Më pas thot autori: "Idhan hadha al-kitab min an-nahiyati al-ma'rifiyya هو محاولة جادة لجمع وتفسير ما يقدمه القرآن الكريم بشأن بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام لاستخلاصها من مطالعة ما ورد في كتاب الله العزيز وكتبات العلماء والمفكرين وأهل التخصص. وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى مدخل وثلاث فصول وعدة مباحث وخاتمة." Pra ky libër nga ana njohëse është një përpjekje serioze për të mbledhur dhe shpjeguar atë që paraqet Kurani fisnik, lidhur me fillimin e krijimit dhe krijimin e Ademit alayhis salam, për t'i nxjerrë ato nga leximi i asaj që ka ardhur në librin e Allahut të Madhëruar dhe në shkrimet e dietarëve, mendimtarëve dhe specialistëve. Dhe unë e kam ndarë këtë libër në një hyrje, 3 kapituj, disa seksione dhe një përfundim. يبدأ الكتاب بمدخل تمهيدي ومن ثم يبدأ الفصل الأول للكتاب ويضم مبحثين. ففي المبحث الأول كان الحديث فيه عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وفضلها وشروطها. وتضمن المبحث الثاني أدلة إثبات وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى. Libri fillon me një hyrje përgatitore dhe pastaj nis kapitulli i parë i librit, i cili përmban 2 tema. Në temën e parë flitet për domethënien e shahadetit, si dhe për vlerat dhe kushtet e tij, pra të thënies la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguar i Allahut,
thënie e cila e bën njeriu që të hyjë në Islam dhe të quhet, të konsiderohet si musliman. Dhe thënie e cila e shpëton njeriu në të dy botët, në dynja dhe në ahiret dhe i jep lumturinë e përjetshme. Kjo na tregon neve ndër të tjera që autori librat e vet të historisë i ndërthur edhe me të gjitha lëndet e tjera. Në to mund të gjesh informacione rreth akides. Në to mund të gjesh informacione rreth fikut, rreth tefsirit, rreth hadithit, rreth gjuhës arabe. Pra një ndërthurje informacionesh. Dhe të gjitha këto tregojnë sërish për nivelin e lartë që autori ka dhe çdo njëra prej këtyre gjërave është në vendin e vet. Për këtë arsye, një person që lexon këto libra dhe i kupton ato për mjaftueshëm, ai përfiton prej këtyre një njohuri gjithëpërfshirëse rreth fesë islame dhe rreth realitetit. Dhe kuptohet që kjo e plotëson atë gjithmonë më shumë në fushën intelektuale. Më pas thot autori, ndërsa tema e dytë përfshin argumentat e ekzistencës së krijuesit të madhërisëm, lartësuar qoftë ai. Wa min hadhihi al-adilla allati dhukirat fi al-Qur'an al-Karim dalilul khalq, dalilul fitra wal ahd, dalilul afaq, dalilul anfus, dalilul hidayah, dalilul intidham al-kawn wa adam fasadi. Dhe nga këto argumenta të përmendura në Kur'anin famlar janë argumenti i krijimit, argumenti i natyrshmërisë dhe beslidhjes, argumenti i horizonteve, argumenti i vetes, argumenti i udhëzimit, argumenti i rregullit dhe mosprishjes së gjithësisë. Të gjitha këto do t'i trajtojë autori në vendin e vet kur të arrijmë tema përkatëse. Wa amma al-faslu ath-thani faqassamtuhu ila mabhathayn تناولت في المبحث الأول قصة بدء الخلق وقدرة الخالق على إيجاد المخلوقات حيث يبين فيه أن بداية الخلق لم تكن غاضبة وأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو رب العالمين وأنه سبحانه تحدى للملحدين. Ndërsa kapitulli 2 është i ndarë në dy tema. Në temën e parë trajtova historinë e fillimit të krijimit dhe fuqinë e krijuesit për të sjellë në ekzistencë krijesat, ku sqarohet se fillimi i krijimit nuk ishte i papritur dhe se Allahu është i pari dhe i fundit, i dukshmi dhe i padukshmi, dhe ai është Zoti i botëve dhe se ai i sfidoi mohuesit. Wa waddahtu kayfiyat القضاء على وسوسة الشيطان في مسألة الخلق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات صفات الكمال لله عز وجل وكيف عرف الله نفسه لخلقه في كتابه. Unë gjithashtu sqarova mënyrën e zhdukjes së vezveseve, domethënë dyshimeve të shejtanit, në çështjen e krijimit, ashtu siç e ka sqaruar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përmes argumentimit të cilësive të përsosërisë së Allahut të plotfuqishmit dhe mënyrën se si Allahu e ka prezantuar veten e tij para krijesave në librin e tij. Wa tahaddathtu an ayatil kursi allati hiya a'zamu ayat al-Qur'an al-Karim wa min thamma tanawaltu ثنائية الخلق دليلا على وحدانية الخالق وأشرت إلى مظاهر الحكمة في الخلق. Flas gjithashtu, thot autori në vazhdim, për ajetin kursi, i cili është ajeti më madhështor në Kur'anin famlar, pastaj trajtoi dy anshmërinë e krijimit si argument për njëshmërinë e krijuesit dhe përmend shenjat e urtësisë në krijim. وأجبت في المبحث الثاني من هذا الفصل عن سؤال في غاية الأهمية وهو أي المخلوقات خلقت أولا. Në temën e dytë të këtij kapitulli ju përgjigja një pyetje shumë të rëndësishme, e cila është cila nga krijesat u krijua e para. Deri në këtë moment kemi lexuar 3 faqet e para të hyrjes që autori ka përgatitur në librin e tij. Dhe kjo është pak a shumë gjysma e kësaj hyrje, gjysmën tjetër të së cilës do të trajtojmë në ligjëratën e radhës të kësaj playliste inshallah. I kujtojmë
shikuesit tanë që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.